A e dini që 159 vjet më parë, bosnjakët shtektuan drejt Shqipërisë, por prisni. Historia është më interesante nga sa mendoni. Në rreth viteve 1865, të gjithë bosnjakët e asaj krahine, duke filluar nga qytetet Gacko, Nevesinje, Blagaj, Mostar, Hoxhtel, Çaplina, Ljubushki, deri në kufi me Malnezi. U nisën për një jetë më të mirë, u nisën nga Dubrovniku në drejtim të Stambollit. Rrugës në afërsi të Durrësit, një nga anijet krijon defekt, edhe këto tjerët ndalojnë të gjithë, edhe shohin, zbresin për të parë deri në përfundim të rregullimit të anijes. Janë 3 kodra të Shijakut, që quhen Stari Borak, Borak edhe Koxhas. Këto janë fshatra jashtëzakonisht shumë të mira, kanë qenë me Belder, ato kanë afru qese Florini, e gjithë sipërfaqet e atyre që kanë dhe sipas fisëve, i kanë dhe me flori. Sot ne jemi në Shqipëri, jemi rreth 10.000 bosnjak, të cilët janë hallakatur ose janë të përqendruar në shumë rrethe. Bosnjakët kanë sjell me veten e tyre, kanë sjell edhe një farë të domates edhe të patatës. Për sa i përket traditave, ne kemi tradita. Tradita si në ushqim, tradita si në qef, ne deri në fund, deri në 97-ën, ne bëshëm mbrëmje artistike. Bosnjakët që subojtë në 97-a ishte kulmi i propagandës, skeqet, kurse ke ne, as gjam nuk u thyja, as gjë. Po Bosnia e Hercegovina, a ka komunitet shqiptarësh? Na e thoni ju, ose Disney, e zbulojmë vetë.